Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku për të komentuar tashmë një diskutim që ka ndodhur natën e mbrëmshme mes Rozanës edhe Eglit. Siç duket Egli është duke mbajtur shumë ri për Rozanën, Egli po e shikon tashmë Rozanën me një sy shumë të keq, nga fakti sepse kur Egli është larguar nga shtëpia, Rozana ka qenë shumë e lumtur dhe ka qenë shumë pozitive. Rozana i tha që me mua kote ke që të grindesh, sepse nuk jam unë fajtore që gjesti ti nuk të ka dashur. Nuk jam unë fajtore që gjesti nuk është marrur me ty dhe nuk jam unë fajtore që gjesti nuk mund të doj. Në anën tjetër, gjesti mundoheshte që të bante në balans të dyja marrëdhëniet, dhe marrëdhëniet me Eglin, por dhe marrëdhëniet me Rozanën. Siç duket Egli ka hyrë çik me pretekstin që ta ndan gjestin nga Rozana, por njëkohësisht edhe të vazhdon lojën me gjestin. Rozana bërtiste gjatë orëve të natës duke thënë që unë nuk kam faj që Egli ka hyrë tashmë kështu, jam shumë e lumtur ja bëri dhe Eglit në fytyrë që ti ke hyrë e këtill të mendosh për veten tënde dhe për lojën tënde, ta kam thënë gjithmonë që duhet të mendosh për lojën tënde, por në asnjë mënyrë ti nuk e mendoje lojën tënde, thjesht e mendoje Eglin për gjestin, ndërsa me mënyrën se si u qase me mua dhe me mënyrën se si hyre në shtëpi, mua nuk më bën dot as pak asnjë gjë sepse unë jam e fortë vetë dhe nuk kam nevojë në Big Brother për mbështetjen e askujt. Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, marrëdhënia mes Eglit dhe Rozanës ka kaluar përmes një udhëtimi të brishtë dhe të ndërlikuar, plot ngjyra dhe kontraste. Në fillim dy vajzat ishin si dy shpirtra të pandashëm. Ata ndanin momente më të ndjeshme dhe më intime të jetës së përditshme në shtëpi, duke krijuar një lidhje të veçantë, një lidhje që dukej e pakthyeshme dhe tepër e thellë. Për shumë ditë të dyja ishin aleate të pandara, duke u mbështetur nga njëra tjetra në çdo situatë, qeshur dhe duke qarë sekondat e të lumtura, por duke kaluar sfida së bashku kështu. Kishte një intimitet mes tyre që e bënte çdo moment të ndodhur të duket tërësisht autentik edhe i sinqert. Megjithatë, gjithçka ndryshoi në momentin që Egli u largua përkohësisht nga shtëpia. Ky moment i ndarjes krijoi një hendek emocional, i cili do të pasonte pas një serie ngjarjesh që do të ndryshonin raportin mes dy vajzave përgjithmonë. Egli ndonse e mbështetur nga miqtë të saj në shtëpi, ndjej e humbur dhe e thyer, pasi nuk kishte asnjë mundësi të komunikonte me ata që ishin më të afërm, përfshirë edhe Rozanën. Gjatë periudhës që Egli ishte jashtë, Rozana ishte e ftohtë dhe distancuar, duke krijuar një hapësirë emocionale që nuk ishte e pranishme para largimit të Eglit. Sytë e Eglit, që kishte mësuar gjithçka nga videot e publikuara nga produksioni, por edhe më gjerë, shihni një Rozanë që kishte reaguar ndryshe nga ajo që kishte pritur. Nga njëri kënd kishte mundësi që Rozana kishte pasur nevojë të qëndronte fort dhe të mbështeste veten e saj, por nga ana tjetër ishin reagimet e saj ndaj largimit të Eglit, që kishin ndikuar më shumë. Në ato momente Egli mund të ketë filluar të kuptojë se ndoshta miqësia e saj me Rozanën ishte më e ndërlikuar se sa kishte menduar më parë. Mbrëmja e kaluar solli rikthimin e Eglit në shtëpi, një moment që ishte ngarkuar me tensione të jashtëzakonshme. Gjatë rikthimit, Egli kishte një shprehje të ndryshuar në fytyrë, një shprehje që tregonte qartë se ajo nuk ishte më e njëjta. Në momentin që ajo kaloi pragun e shtëpisë, ishte e dukshme se diçka kishte ndryshuar thellësisht brenda saj. Sytë e saj ishin të prekur e mbushur me emocione të ndërlikuara dhe ajo nuk mundi të mbante më maskën e natyrshmërisë dhe me emocion të dashurisë që kishte shfaqur më parë. Ajo ishte kthyer, por diçka e brendshme pengonte që të shfaqte po të njëjtën ngrohtësi që kishte treguar para largimit, të paktën edhe me Rozanën. Kur shikoi Rozanën, një ndjesi të nxehtë, por të ftohtë e pushtoi atë. E kishte pritur një takim tjetër, ndoshta një përqafim të ngrohtë, një përshëndetje që do të ishte e mbushur me kuptim dhe dashuri. Por Egli kishte ndryshuar kritësisht të sjelljen e saj. Ajo ishte më e largët, më e heshtur dhe mënyra se si e shikonte Rozanën përmbante një dritë që nuk ishte e zakonshme. Kishte diçka në sytë e Rozanës, një ndjenjë që ngjante më shumë me keqardhjen se sa me gëzimin
e rikthimit të një shoqes. Disa orë pas rikthimit të Eglit, tensioni që kishte munguar prej ditësh shpërtheu në një debat të papritur. Egli dhe Rozana gjetën veten në një përballje që do të shtonte ndryshimin e marrëdhënies së tyre. Asnjëra nuk kishte frikë të thoshte atë që ndjente. Egli, e cila kishte jetuar një përvojë të fortë jashtë shtëpisë dhe kishte pasur mundësinë të përballonte realitetin nga një kënd tjetër, nuk mund të mbante më maskën e një mikeshës pa kushte. Ishte e prekur shumë nga reagimet e Rozanës dhe ndjente se ndoshta ajo nuk e kishte mbështetur ashtu siç priste. Ndërkohë Rozana, e cila gjatë periudhës së qëndrimit të Eglit jashtë, kishte kaluar një periudhë të vështirë vetë dhe kishte ndjerë nevojën të distancohej për të mbrojtur emocionalisht. E gjeti veten të mbërthyer mes dy botave, asaj që kishte qenë dhe asaj që ishte tani. Në këtë debat të përflakur, Egli shpërtheu hidhërimin e saj për mosndimën që ndjente nga Rozana. Pse nuk më mbështetje? Pse ishe kaq e ftohtë? Si mund të ishte kaq e distancuar kur unë kisha nevojë për ty? Tha ajo me një ton të ngarkuar me dhimbje dhe zemërim brëm. Rozana me një shpërthim të papritur u përgjigj: nuk mund të mbaja të gjithë peshën për të dy ju. Unë kam pasur edhe vetë probleme dhe ndoshta nuk e dija se si është të isha aty për ty. Kjo përgjigje ngriti më shumë tension, duke bërë që Egli të ndihej edhe më shumë e braktisur dhe e tradhtuar nga dikush ishte aleati i saj më i ngushtë apo një mike që Egli e quante. Egli i tha edhe mbrëm Rozanës që do me thënë ti në momentin kur unë u largova nga shtëpia ke qenë shumë e lumtur, në qoftë se Danja ka qenë ajo e cila ka qarë me dënese dhe ka vuajtur largimin tim dhe ka krijuar debate në shtëpi për mënyrën se si gjesti u soll me mua dhe se si gjesti më trajtoi mua në shtëpinë e Big Brotherit, ishe ti ajo e cila në një mënyrë shumë të thjeshtë nuk e respektove dhe nuk e vlerësove qëndrimin tim në shtëpinë e Big Brotherit, por përkundrazi pe interesin tënd të ngjite me njëherë me Gjestin, sepse mendove që Gjesti është një lojtar shumë i fortë dhe ju të dy bashkë mund t'ja dilni që t'ikni për finale. Ndërsa Rozana i tha Eglit në një mënyrë debative që unë nuk kam ardhur këtu që të shkoj dyshe, unë kam ardhur e vetme dhe mua nuk më duhet as i dashur, nuk më duhet as një marrëdhënie për të krijuar për të arritur në finale, ndërsa Gjesti mundohej që të mos e humbte edhe Rozanën si shoqe, por edhe të mos prishte raportet me Eglin, por mundohej që t'i ndërton. Pas këtij debati, të dyja vajzat u larguan nga njëra tjetra, të ndikuara nga emocionet e përplasura që i kishin mbushur. Kjo përplasje nuk ishte vetëm një debat i zakonshëm, por një ndarje thellë që tregonte se marrëdhënia mes Eglit dhe Rozanës kishte kaluar në një fazë të re, ku mirëkuptimi dhe besimi ishin të dëmtuara. Ndryshimi i Eglit, i cili tashmë ishte më i mbyllur dhe më i ftohtë, ishte një reflektim i rrethanave që ajo kishte përjetuar jashtë, si dhe i zhgënjimit që ndjente nga reagimet e Rozanës, ndërsa Rozana, e cila kishte dashur të mbante distancën për të mbrojtur veten, tani ndodhet përballë një realiteti shumë të hidhur, ku ajo duhet të përballojë me humbjen e një lidhjeje të shenjtë që dikur i kishte sjellë ngrohtësi dhe mbështetje. Në këtë ndërlikim emocional, çdo hap i ardhshëm që do të merrnim, ato do të ishte i mbushur me pasiguri dhe pyetje dhe pa përgjigje. Miqësia e tyre dikur e pathyeshme tani ishte një fushë betejë emocionale, ku dhembja, zhgënjimi dhe pasiguria dominonin çdo hap që do të merrnin. Do të shohim se si do të vijon marrëdhënia mes dy mikeve të dikurshme në shtëpinë e Big Brotherit, po tashmë duket që nuk janë mike, pasi që Rozana edhe e ka diskutuar shumë brëm që përse Egli shkoi dhe qëndroi me Danjën dhe nuk u afrua të qëndronte as pak me mua. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV për të sjellur ngjarjet më të fundit pranë jush.